përgatitjeve, sot jemi këtu bashkë me drejtorin e qendrës konservatore për të nënshkruar një memorandum bashkëpunimi që vendon, do kisha thënë, themelet e para të bashkëpunimit ndërinstitucional për rikthimin e këtij projekti të rëndësishëm të trashëgimisë kulturore të Tetovës. Paraprakisht e dini që ka pasur disa tentime, ka pasur edhe sigurim të përkrahjeve, do kisha thënë, financiare, por nuk u arrit që ky projekt të rikthehet si pjesë e trashëgimisë kulturore dhe sot ne përfundimisht këtë procedurë nisim edhe me këtë bashkëpunim formal. Paraprakisht vetëm është siguruar një donacion prej dikun rreth 200.000 euro nga Komuna e Konjës në kuadër të bashkëpunimit të Komunës Tetovës si pjesë e Unionit të Bashkive Turke në botë. Besojmë që me këtë hap ne vetëm nisim një rrugtim drejt rikthimit të këtij objekti të rëndësishëm të trashëgimisë kulturore dhe unë besoj që aktivitetet e para ndërtimore do të nisin brenda vitit 2026, me shka Tetova do të rikthej një objekt të rëndësishëm të trashëgimisë kulturore të saj. Nuk, më thonë, tash nuk do përsërit të kapëm me afate për shkak se janë procedura delikate, pra nuk bëhet fjalë për një objekt të ri që nisim, bëhet fjalë për rikthim të një objekti që ka qenë. Fillimisht do duhet në bazë të projektit të përcaktohen gjitha, do të thonë, detajet e projektit dhe pastaj edhe ndërtimi ka specifikat e veta, kështu që nuk mund t'jap afat. Ajo që është targeti jon, që vitin 2026 të nisin punimin.